Periudha e ngrohjes në Tetov ka filluar tash e një muaj shkaku I temperaturave të ulta, ndërkohë ajri në Tetov dhe rrethin gjithnjë më shumë po ndotet. Të dhënat online për cilësinë e ajrit tregojnë se Tetova është në kufirin e lejuar të cilësisë së ajrit. Shoqatat mjedisore theksojnë se Tetovës I mungon një plan aksionar ekologjik, I cili duhet të bëhet çdo 5 vjet, ndërsa sipas tyre planet vjetore në qytet bëhen më shumë sa për sy e faqe. Në bazë të planit aksionar bëhet edhe programi vjetor, në bazë të nevojës dhe në bazë të problemeve që I ka qyteti. Mirë po fatkeqësisht edhe këto procedurat bëhen për programe vjetore bëhen vetëm sa të kalon në procedura ligjore, sa të plotësohet nevoja ligjore, por fatkeqësisht në terren nuk tregohet. Sendi më I thjeshtë që mund të bëhet dhe duhet të bëhet është pikërisht të fillojnë me larjen e rrugëve, për shkak se problemet me POM 2.1, 2.5 momentalisht janë shumë më të koncentruara, janë shumë më të dashme se ajo që ishte më para me 2.10. Nga ana tjetër, nga komuna e Tetovës thonë se tashmë kanë plan afatshkurtër për periudhën nëntor të vitit 2025 deri në mars të vitit 2026 dhe po ndërmarrin aktivitete konkrete. Inspektorati Komunal I Ambientit të Komunës së Tetovës në përputhje me planet dhe rekomandimet për masat afatshkurte për ajër të pastër, do të shtojë aktivitetet në terren gjatë periudhës së sezonit të ngrohjes. Gjatë javëve në vijim, inspektoratet komunal do të kryejnë kontrolla më të shpeshta në të gjitha ndërmarrjet që përfshin fabrikat për prodhimin e mobiljeve, punëtorive të ndryshme, automekanikave. Sigurisht që qëllimi kryesor është kontrollimi I mënyrës së funksionimit të pajisjeve të filtrimit dhe respektimi I obligimeve të mbrojtjes së ambientit. Nga komuna shtojnë se tashmë kanë dalë në terren për të kontrolluar nëse këto punëtori po shfrytëzojnë goma dhe vajra të djegur dhe nëse hasin në raste të tilla do të ndërmerren masa ligjore.